Jam Gënc Budo. Nga vitet 2010-2011 jam detyruar të marri kredi te Feti Vest për shtimin e tokave ose serave vreshta. Ka qenë shumë tim. Na është gjendur shumë afër sot, po vite më para dhe deri sot. Na është gjendur ndim jo mua, por çdo fermer dhe çdo bashkëtarë tim po. Na kanë ndihmuar jashtëmase. Në vitin 2002 kam emigruar për në Itali. Aty kemi parë ça bën në shtetet fqinje, kupton? E mësuam dhe sollëm këtu në tokat tona, në vendet tona. Kam filluar me 4 dylem. Duke parë ecjen, duke parë kërkesat. Fillom me të shtura avash, kam arritur deri në 3 hektar, domethënë 30 dylem. Vreshta sot. Të mbuluara në sera, se si ishin këto kushte që janë sot. Shteti nuk funksionon dhe fare për shitjen tregjet, ishin shumë problem. Këto vitet e fundit është përmirësuar goxha me këto tregjet, me këto pikat e grumbullimit, eksportet, shumë mirë dhe tani. Muajt e fundit, po dëgjojmë për këto plerat, për pesticidet, për spërkatjet, është çik probleme në fermer. Problem se udet e preparatet hynë në ato gana, agronomët ose shitësit, si ta themi në farmacisët e bujqësisë na i shesin ne e përdorim, dhe bllokohet malli tërë të ne, kupton? Ky është problem. Këto janë problemet që mos të hasin te fermeri, se gjuna. Duhet të ketë kontrolle më tepër për këto punë. Gjithmonë unë do të kem bashkëpunim me agronomin. Domethënë kur është karenca e spërkatit, preparatit, thotë spërkat sot duhet mbaj nga 7 deri në 14 ditë, do zbatuara se s'mund ta vjelësh. Po, s'mund ta vjelësh për 3 ditë apo 4 ditë. Ky është problemi.